Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vendosni një qep në çorape gjatë natës dhe shikoni se çfarë do ju ndodh. Qepa është një produkt shumë i bezdishëm për shumë njerëz, sidomos për shkak të aromës së saj, sidomos grirjen e saj që na provokon të famshëm lotët e qepës. Por, pavarësisht kësaj, qepa për ekspertët mbetet një ndër perimet më të dobishme. Sot do t'ju njohim me një trajtim që nuk do t'u merrte mendja se mund të ekzistonte. Kjo recetë është përdorur përpara shumë kohëve dhe gjithashtu ajo do t'ju bëjë juve të keni mjaft përfitime për shëndetin. Kjo recetë duhet përdorur para se ju të bini në gjumë. Merrni 2 qep të kuqe dhe priteni në formë unaze. Më pas vendoseni poshtë shputës së këmbës dhe flini gjumë. Gjumë të ëmbël. Tingëllon si një lojë, por kjo recetë e vjetër e mjekësisë së lashtë kineze ka një efekt tepër të jashtëzakonshëm, sidomos në përmirësimin e shëndetit dhe të gjumit tuaj. Në pjesën e shputës gjenden njëkohësisht shumë baresa fije nervore të cilat veprojnë si pika hyrëse për organet e brendshme. Ato kanë gjithashtu një lidhje tepër të ngushtë me vetë sistemi nervor, siç dihet, qepët kanë veti të forta antibakteriale dhe antivirale. Kur ne I vendosim në pjesën e poshtme të këmbës, ato heqin menjëherë toksinat dhe përmirësojnë gjumin. Kur të zgjoni në mëngjes do të jeni më të qetë. Qepët ndihmojnë po ashtu në pastrimin e ajrit të dhomës dhe eliminojnë bakteret. Lëngu I qepës është një pije jo shumë e dashur dhe e padëgjuar, por pasi ju të mësoni këtë lajm, do të filloni ta përdorni më shpesh atë, sepse ka vlera të jashtëzakonshme për trupin e njeriut. Mjekët e këshillojnë lëngun e qepës nëse vuani nga njësër problemesh, siç janë problemet me rrugët e frymëmarrjes dhe gjithashtu ftohja, kolla e të tjerë. Lëngu I qepës është I mirë kundër gripit, dhimbjeve të barkut, për dendësinë kockore, cilësinë tuaj të gjumit dhe shëndetin e dhëmbëve. Edhe pse aroma apo shija e tij nuk janë fort të pëlqyeshme, këshillohet ta kombinoni me kanellë dhe mollë për më shumë vlera. Vlerat e lëngut të qepës janë të shumta. Ai përmban fibër, vitaminën B6, C, flavonoid, kalcium, magnez, kalium, selenium dhe fosfor. Këtu ju do të mësoni të gjitha përfitimet e lëngut të qepës. Shëndeti I zemrës. Konsumimi I lëngut të qepës ndihmon në uljen e kolesterolit, ndihmon në parandalimin e mpikses së gjakut, një nga arsyet kryesore të shfaqjes së sëmundjeve të zemrës. Diabeti. Lëngu I qepës luan një rol tepër të rëndësishëm në trajtimin e diabetit. Mineralet që përmban në lëngu përmirësojnë aktivitetin e insulinës në largimin gradual të sheqernave nga gjaku dhe flavonoidët që përmban ulin nivelin e lartë të glukozës në gjakun e njerëzve të prekur nga diabeti I tipit 2. Pastrim. Qepa ka disa përbërës të cilët ndihmojnë vitaminën C të largojë toksinat e dëmshme nga organizmi. Aminoacidet e këtij lëngu ndihmojnë nxjerrjen sa më të shpejtë të substancave të dëmshme nëpërmjet urinës. Kolla. Lëngu I qepës përmban sulfur që ndihmon në shpërbërjen e sekrecioneve dhe lehtëson kollën. Prandaj rekomandohet shumë kundër sëmundjeve të rrugëve të frymëmarrjes. Flokët dhe lëkura. Vitamina C tek lëngu I qepës stimulon formimin e kolagjenit, ndërsa vitamina E shmang dëmtimin nga ekspozimi ndaj radikaleve ultraviolet. Mineralet janë shumë efikase në parandalimin si edhe në forcimin e flokut.
Si mund ta përgatisni? Lëngu i qepës mundet të përgatitet duke zgjerë qepën në ujë, 2 kokra qep mesatare për 1 litër ujë. Qepën ju mundet që ta zgjeni me gjithë lëkurë për 5 minuta. Pas të zgjerjes mund të shtoni mjaltë dhe limon për të përmirësuar shijen dhe ta pini menjëherë një gotë. Pjesën e mbetur mund ta ruani në frigorifer dhe ta konsumoni ditën tjetër. Qepa është një nga perimet më të lashta në të gjithë historinë e njerëzimit. Përdorimi i saj daton plot 3500 vjet më parë. Qepa është një ushqim i klasit të parë dhe jo vetëm për përdorimet në kuzhinë. Qepa kundër sëmundjeve kronike. Bashkë me shegët dhe çajin e mali që cilësohen si ushqimet më të shëndetshme për njeriun, qepa renditet ndër ushqimet më superiore. Qepa ka aftësi parandaluese, por është edhe e dobishme në trajtimin e shumë sëmundjeve kronike siç janë sëmundjet koronare, diabeti tipit 2 e të tjerë. Qepa është e rëndësishme edhe kundër sëmundjeve të shkaktuara nga ushqimi dhe mikrobet. Ekspertët thonë se përbërësit e qepës janë njëkohësisht të jashtëzakonshëm në mbrojtjen e organizmit, sistemit tuaj imunitar, funksionin e shëndetshëm dhe të hormoneve e të tjerë. Qepa për zemrën. Qepa arrin që të mbrojë zemrën shumë më mirë se produktet e tjera. Qepa gjithashtu ul nivelin e kolesterolit dhe pengon forcimin e enëve të gjakut. I bën ato njëkohësisht më elastike dhe mirëmban tensionin e gjakut nën kontroll. Qepa kundër diabetit. Për fat të mirë, qepa ka aftësinë që të ulë ndjeshëm nivelet e sheqerit në gjak duke u bërë kështu një aleate e organizmit në betejën kundër diabetit të tipit 2 dhe të mbipeshës. Sigurisht që qepa nuk mjafton që ju të keni peshën më të mirë trupore, por ajo juve ju vjen në ndihmë nëse ju konsumoni së paku një në ditë. Fal qepës zbehet dëmi i yndyrave dhe sheqernave. Ndaj duke ngrënë qep, ju do të mirëmbani nivelin tuaj të sheqerit në gjak dhe peshën tuaj trupore. Nga ana tjetër, qepa është armiku i qelizave të dëmshme. Ekspertët kanë rekomanduar një zëri se njeriu duhet që të konsumojë patjetër një qep në ditë. Sipas tyre, qepët e freskëta përmbajnë shumë substanca të rëndësishme mbrojtëse për shëndetin tuaj. Gjithashtu nga ana tjetër ju duhet që t'i përfshini qepët në sallata, perime, gatime me peshk apo mish. Ndonse përlotja është e paevitueshme me qepën, konsumimi i saj është padyshim një nga dhuratat më të mira për organizmin. Qepa ka përdorime të shumta në shëndetësi, sidomos në rastet kur ju jeni me grip, ju mund të merrni një qep dhe ta vendosni ato të coptuar në dhomën tuaj ku ju qëndroni dhe do të shikoni se si qepa do të largojë të gjitha mikrobet dhe do të mbajë larg bakteret nga trupi juaj. Gjithashtu në qoftë se ju jeni djegur, por në qoftë se bëhet fjalë për një plagë të lehtë, ju mundet të merrni një fet qep dhe ta vendosni në lëkurën e djegur dhe do të shikoni se si plaga juaj do të shërohet shumë shpejt. Gjithashtu, qepa ka përdorime të befastishme, ashtu si e gjallë, por edhe në formën e lëngut të saj. Por duhet të dini se nëse vendosni që qepën ta gatuani, ajo do të humbas shumicën e ushqyesve të saj. Duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Mirë po duhet të dini nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe e pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video
në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!